fillimisht si çdo ditë do nisim me ecurinë e tregjeve dhe do të shohim ecurinë e tregut brendshëm valutor ku vjet re një rënje lehtë e dollarit amerikan përballë lekut në tregun e brendshëm, ndërsa shumica e monedhave të tjera kanë një qëndrueshmëri. Dollari edhe ditën e djeshme, por edhe sot vjon të gjendet në presion pas publikimit disa dhënave në Shtetet e Bashkuara që ushtruan më tej presion ndaj monedhës së gjelbërt. Në këtë mënyrë, dollari në raport me lekun ka humbur disa pikë pas fitimeve që realizoi ditën e djeshme. Sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor, Iliria 98, dollari amerikan blihet me 85.3 dhe shitet me 86.3 lek, në rënje të lekë si në blerje ashtu edhe në shitje. Euro është e pandryshuar pasi ditën e djeshme humbi edhe disa qindarka duke prekur një nivel të ri rekord në tregun e brendshëm përballë monedhës sonë. Sipas Iliria 98, euro blihet me 97.6 dhe shitet me 98.4 lek. Ndërkohë franga zvicerane blihet me 103.8 dhe shitet me 104.8 lek. Paundi britanik është rritur lehtë në raport me lekun, blihet në mëngjesin e sotëm me 115.6 dhe shitet me 116.8 lek. Në ecurinë e monedhave të tjera, edhe dollari kanadez ka fituar pikë në blerje në raport me lekun, kuotohet në 62.3 lek, ndërsa në shitje në 63.5 lek. Dollari australian blihet me 55.1 dhe shitet me 56.4 lek. Ndërkohë, jeni japonez është i pandryshuar, blihet me 0.58 dhe shitet me 0.61 lek. Në anën tjetër, lira turke ka një tendencë në rënje përballë monedhës sonë, blihet me 2.11 dhe shitet me 2.22 lek. Dinari Maqedonas blihet me 1.53 dhe shitet me 1.59 lek, ka humbur 100 dark vetëm në shitje. Ndërkohë rubla ruse blihet me 0.92 dhe shitet me 1.03 lek dhe së fundmi juani kinez blihet me 10.84 dhe shitet me 12.03 lek në mëngjesin e sotëm sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor Iliria 98. Kjo ishte ecuria e tregut të brendshëm, ndërkohë në tregje ndërkombëtare dollari është gjendur sërish në presion duke prekur nivelin më të ulët në thuajse 6 javët e fundit përballë shportës me 6 monedhat kryesore ndërkombëtare. Kanë qenë disa raportet publikuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ditën e djeshme që kanë ushtruar presion mbi dollarin amerikan, sikurse mund të jetë punësimi në sektorin privat, por njëkohësisht edhe disa dhëna të tjera që janë publikuar ditën e djeshme, por njëkohësisht do të publikohen edhe përgjatë ditës së sotme. Referuar shifrave zyrtare, punësimi në sektorin privat u rrit me vetëm 37.000 njësi gjatë muajit maj, shumë më pak se parashikimet e analistëve. Gjithashtu edhe shifrat e muajit prill janë parë në rënje nga 62.000 që raportua më herët. Kjo shifër ul nivelin e 60.000 punësimeve të reja. Analista anketuar nga Reuters parashikonin se punësimi gjatë muajit maj vetëm në sektorin privat do të rritej me 110.000 njësi, ndërsa u rishikuan edhe shifrat për muajin prill. Këto dhëna kanë shtyrë presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump të përsëriste thirrjet e tij drejtuar shefit të Rezervës Federale Jerome Powell për të ulur normat e interesit. Gjithashtu investitorët janë në pritje edhe të mbledhjes së Bankës Qendrore Evropiane ditën e sotme. Pritet gjërësisht që Banka Qendrore të ulë normën bazë të interesit edhe me 25 pikë bazë, duke çuar në nivelin e 2%, për faktin se inflacioni për disa muaj me radhë vjon të qëndrojë brenda objektivit pra nivelit të 2%. Aktualisht kemi të bëjmë një qëndrueshmëri në këmbimin e euros me dollarin, megjithatë monedha evropiane realizoi fitime të konsiderueshme në sesionin e kaluar amerikan, nga rreth 1.1370 u rit mbi nivelin e 1.14 dollarëve, këmbet aktualisht me 1.1417 dollar amerikan. Paundi është rritur lehtë me 0.05%, këmbehet me 1.3563 dollar amerikan. Edhe paundi është gjetur nivelin më të lartë në të paktën 2 vitet e fundit në raport me dollarin. Përballë frangës, dollari është rritur lehtë me 0.2%, këmbehet me 0.8197 franga, ndërsa dollari australian është në rritje me 0.22% përballë dollarit amerikan dhe këmbehet me 0.6503 dollar amerikan. Edhe dollari kanadez është rritur lehtë me 0.07% të vlerës, këmbehet me 0.73
16 dolar amerikan, ndërsa për baljenit dolari është rritur me 0,36% dhe mesatarisht këmbehet me 123,27 yen mesatarisht. Në tregun e kriptomonedhave, tendenca e Bitcoin ka qenë në rënje në sesionin e dieshëm, por gjithashtu edhe për gjatë ditës së sotme, dhe në këtë mënyrë Bitcoin ka humbur rreth 1.000 dolar në harkun e 24 orëve. Aktualisht është në rënje me 0,11% dhe kuotohet në 104.530,91 dolar i mesetorët, pasi Bitcoin preku nivelin e 112.000 dolarve, u troqën gradualisht, pikërisht për shkak të shqetësimeve që kanë të bëjnë me tarifat e ndërmarra nga shtëpia e bardhë nga presidenti Donald Trump. Në këtë mënyrë, investitorët kanë preferuar më tepër asetet e sigurta sesa ato që përmbajnë risk, ku bëjnë pjesë edhe kriptomonedhat. Ethereum ka rënë lehtë me 0,03%, kuotohet në 2.604,72 dolar. Ripple është në rënje me 0,62%, vlerës kuotohet në 2,1884 dolar. Litecoin ka rënë me 0,68%, kuotohet në 87,41 dolar, ndërsa Bitcoin Cash është i pandryshuar dhe kuotohet pra nivelit të 401 dolarve për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Në tregun e naftës, benchmarkët kryesor po qëndrojnë në rritje të lehtë në sesionin e sotëm, pasi kanë gjetur një mbështetje nga të dhënat e publikuara në Shtetet e Bashkuara që treguan një rritje të rezervave të naftës bruto, por njëkohësisht edhe karburanteve të distiluara si nafta dhe benzina, por megjithatë kjo rritje ishte me ulët krahasuar me parashikimet e tregjeve. Njëkohësisht fitimet janë kufizuar nga vendimi i Arabisë Saudite për të ulur çmimet për klientët e saj. Në sesionin e kaluar, çmimet humbën rreth 1% të vlerës, menjëherë pasi këto të dhëna treguan për një rritje të rezervave të naftës në SHBA. Njëkohësisht, Arabia Saudite, që është eksportuesi më i madh i naftës në botë, njoftoi një ulje të çmimeve për klientët e saj aziatik për gjatë muajit korrik dhe çmimi i ofruar është më i ulti në thuajse 4 vitet e fundit. Këto zhvillime ushtruan presion mbi naftën në sesionin e kaluar, ndërsa ditën e sotme çmimet kanë rikuperuar lehtë terren. Brenti i Londrës është rritur me 0,45% dhe kuotohet në 65,15 dolar për fuqi. Nafta bruto amerikane është rritur me 0,33%, vlerës kuotohet në 63,06 dolar dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës është rritur me 0,48%, vlerës dhe kuotohet në 621,88 dolar për ton. Në tregun e metaleve të çmuara, vjetre një qëndrueshmëri për gjatë ditës së sotme, ndërsa investitorët janë në pritje të dhënave që do të publikohen më vonë gjatë ditës, por edhe gjatë javës, ndërkohë në fokus sërish janë politikat monetare të rezervës federale. Ditën e dieshme, presidenti amerikan Donald Trump edhe një herë tjetër rikujtoi, ushtroi presion ndaj shefit të rezervës federale Jerome Powell për të ulur normat e interesit, sepse aktualisht vjetre një divergjencë shumë e madhe në lidhje me normat e interesit mes Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në SHBA, norma bazë e interesit është në intervalin nga 4,25 deri në 4,5%, ndërsa në Eurozone, norma bazë është në nivelin e 2,25%, por pritet që ditën e sotme Banka Qendrore Evropiane ta ulë sërish atë për ta çuar në nivelin e 2%. Ari ka rënë me 0,1% të vlerës, kuotohet në 3.395,9 dolar për oncë. Argjendi në rritje me 0,42%, kuotohet në 34,8 dolar për oncë, ndërsa platini është rritur me 1,26% të vlerës, duke thyer një tjetër nivel teknik të 1.100 dolarve. Kuotohet në 1.103,7 dolar për oncë. Do të shohim gjithashtu edhe ecurinë e tregut të aksioneve për gjatë ditës së sotme, ku shumica e bursave europiane po ndryshojnë minimalisht, pasi e gjithë vëmendja është tek takimi sotëm i Bankës Qendrore Europiane. Parashikohet që rreth orës 2 pasdites të publikohen vendimet dhe gjerësisht investitorët presin një ulje të normës bazë të interesit me 25 pikë bazë për ta çuar atë në nivelin e 2%. Referuar zhvillimeve që kanë të bëjnë me korporatat, kompania britanike e transfertave monetare, Wise, ka njoftuar ditën e sotme
se planifikon të zhvendoset, pra të listohet në Shtetet e Bashkuara, duke sjellë një goditje për bursën e Londrës. Wise është një ndër kompanitë më të mëdha në botë, e specializuar në transfertat monetare ndërkombëtare. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë janë rritur lehtë me 0,05 dhe 0,1%, CAC 40 i Parisit dhe indeksi zyrtarit SMI kanë fituar 0,15 dhe 0,16%. FTSE MIB i Milanos është në rënje të lehtë me 0,08% të vlerës. Në ecurinë e tre indekseve kryesore në Wall Street për sesionin e kaluar, vjetre sërish një ndryshim i vogël, sepse investitorët janë në pritje të zhvillimeve që kanë të bëjnë kryesisht me tarifat. Dita e djeshme ishte afati i fundit për vendet e tjera që dërgonin propozime në lidhje me marrëveshje tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dow Jones ka humbur 0,22%, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq janë rritur lehtë me 0,32 dhe 0,01% të vlerës. Ndërkohë për sa i përket ecurisë korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, Bayer AG kryeson fitimet në rritje me 2,44%. Beiersdorf, Heidelberg Materials, Kiagen dhe Daimler Truck janë rritur nga 0,77 deri në 2,4%. Dhe së fundmi, në performancën më dobët, Airbus ka rënë me 1,3%. Ion, Merck, MTU dhe RWE kanë humbur nga 0,6 deri në 1,06% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente.